Mirëmbrëma të dashur miq, mirëmbrëma të nderuar ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në edicionin e radhës, në emisionin A më dëgjon. Këtë herë për të sjellur pozitivitet, adrenalin, për të sjellur prapaskena me një DJ shumë të suksesshëm në vendin tonë. Por një herë dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që po suportoni të ftuarit e mi që po preferonin në fakt emisionin A më dëgjon. Faleminderit për gjithë shikueshmërinë, faleminderit për klikimet, le të jemi në këtë trendin e kohës fundit. Sonte do flasim për DJ. Unë kam të ftuar në studion time një DJ shumë të suksesshëm nga Haraqina e bukur shqiptare, sepse ai vjen nga Haraqina me zemër të madhe, shumë e njohur kudo, ka korrur sukses pafund me karrierën e tij. Unë do të them një dekadësh në skenë, po më të detajuar do të na shpjegon ai rrugtimin e tij me mua sonte në studio, sonte në këndin tim të majt, sepse më ka zënë karigen DJ Dati. Mirëmbrëma Tiron, faleminderit një herë për ftesën. Të përgëzoj për këtë emision shumë të bukur dhe shumë të shikueshëm. Faleminderit. Shpresoj që të vazhdosh me këtë ritëm. Faleminderit. Përgëzoj edhe një herë. Faleminderit DJ Dati, se u thash atyre që më ke zënë karigen. Po ne shqiptarët e kemi qefat, e kemi si primare në jetë. Nëse nuk ja zëm karikën nëse nuk e zëm, ajo është pretendimi kryesor i jetës të ne. E vërtet, ja që bëhet politika u vram për karige, apo jo, Dati? Do qëndrojmë te kjo pjesa e DJ-it. Ju vini nga Haraqina. Po. Haraqina e bukur, Haraqina shqiptare, Haraqina që ka nxjerr luftëtar, Haraqina që ka nxjerr trima, Haraqina që ka nxjerr DJ, njerëz intelektual. Do ta quaj Haraqina shumë dimensionale? Po, patjetër që po. Çfarë do më thuash një dy fjalë për Haraqinën? Po, unë kam lind në Haraqin, edhe jetoj dhe veproj edhe në Haraqin. Duhet ta potencoj këtë se në Haraqin me të vërtet ka njerëz shumë të ngritur, ka njerëz intelektual që kanë bë vepra që i mban mend edhe historia, edhe vazhdojnë të mbesin veprat e tyre në vende të ndryshme. Është një vend i cili më pëlqen, nga vetë fakti që edhe jetoj aty, edhe planet e mia janë që edhe të vazhdoj aty, të jetoj pasi që kam shumë shok familjar, të cilët edhe i përshëndes, edhe ka njerëz shumë të ngritur, ka njerëz intelektual, të cilat kanë lënë vepra të ndryshme gjatë jetës së tyre në Haraqin. Edhe një bash dua të ndërlidhem këtu, dua të cek se Haraqina është një prej vendeve të pakta në Maqedoni që kanë migruar domethënë për vende të ndryshme të Evropës. Mendoj që Haraqina ndoshta është vendi me më pak njerëz që kanë migruar nëpër Evropë dhe kanë vendosur që të jetojnë aty dhe të kontribuojnë për vendin e tyre. Patjetër, Haraqina është e mrekullueshme. Unë kam pat fatin ta vizitoj sinqerisht edhe më ka lënë një shije shumë të mirë. Dhe sinqerisht unë ndjem krenar, me rrethinat e Shkupit ndjem shumë krenar, sepse me qëndrimin tim në Shkup arrita të kuptoj që Shkupi lulëzon nga njerëzit e mrekullueshëm. Do të kthehemi tek fëmijëria jote. Sonte do flasim për gjithçka. Patjetër. Si e kujton DJ Dati fëmijërinë e tij? Në çkorniz do të ma përkufizoje fëmijërinë tënde. Një fëmijë i lumtur, një fëmijë çapkën, një fëmijë zëshëm. Si ke qenë? Tash s'di ata them fatmirësisht apo fatkeqësisht. Se edhe fëmëria ime gjithmonë kanë qenë e lidhur shumë me muzikën nga afër. Okej. E mbaj mend qysh kur kam qenë edhe si fëmijë, për mua primare ka qenë muzika, pastaj që të luaj jashtë me shokët e mi. Edhe mbaj mend si tash gjithmonë kam qenë shumë i koncentruar në muzikë, qysh nga mosha shumë i vogël kam qenë, tash se di 7 vjet, 8 vjet, 9 vjet, edhe qysh atëherë kam fillu ma pat blej domethënë babim një gitarë, edhe u mundohesha vetë ashtu t'i mësoj notat, akordet e gitarës, ma të mundin tim, pastaj pata fillu edhe në orkestrën e shkollës në Haraqin. Edhe qysh për aty pata fillu domethënë me kështu më intensivisht mirë me muzikë, edhe në shkollën e mesme e mbaj mend si tash isha më duket viti 4, për aty fillova dal nga dal edhe me punën e DJ-t edhe e vazhdova. Edhe i arrite qëllimin tënd. Po, besoj që qëllimin ende nuk e kam arrit, po jemi asaj rruge, po. Cila ka qenë mikseta jote e parë? Se unë e di që këto DJ-t kanë ca mikseta me vite. Po. Qëndrohen. Po. Si arrite ta blesh miksetën tënde të parë?
Ka qenë shumë e vështirë në atë kohë, e mbaj mend edhe pse gjithmonë e kam pas mbështetjen financiare nga babi, mirë po ka qenë pak kohë më e vështirë në atë periudhë, edhe me ndihmën e babit tim, po me një pjesë të vogël mundohesha edhe vetë t'i ryj paret, kur isha në shkollë, mbledhi paret që ta blej një kontroleri thuhet më saktësisht. Edhe Okej. kontroleri im i parë që kam ble, në atë kohë e mbaj mend si tash ka qenë 200 marka, se me mark ishte 200 atë. mark. Po, 200 marka. Investimi i US Blaster më duket ka qenë ajo firma dhe qysh prej atëherë mbasane kom hidhur me thonë atë pjesën më profesionale të muzikës. Dhe arriti që të profesionalizohesh në këtë drejtim. Po, Po mirë, po. tani te kjo pjesa të qëndrojmë këtu. E mban mend mbrëmjen tënde të parë? Po, shumë mirë e mbaj mend. Ku ka qenë mbrëmja jote e Në parë? Kapanan. Kapanan. Po, Kapanan është ka Okej. qenë një lokal, Okej. tash për momentin nuk është funksional, në Qarshinë e Shkupit, edhe aty kam marrë edhe hapat e parë. Dhe i falenderoj shumë pasi që kam pas mbështetjen edhe nga pronarët e klubit, edhe tash i ndjeri e ka njoft të gjithë si Capi, i kanë thënë, komandant Capi. Ka qenë një njeri me vlera shumë të mëdha, edhe kombëtare, edhe morale. Aty kom fillu seftet, para në herë, para në natë, ka qenë gjithçka spontane, e rastishme. Ishim me një party aty, edhe ato e kishin rezident DJ-n të tyre në Kapanan, edhe unë aq shumë që kisha qef, gjithë kohës i risha aty afër, s'disha si të hyj në kontakt, a ka mos i vetëm pak të bëj muzikën. Po pra Edhe ai ka qenë momenti i parë, edhe në Aseri që është që deri para disa viteve ishte ende pronari i Kapananit, mirë po tash sa e di nuk funksionon. I rash në vesh aty me njëherë, e pa që kam talent, edhe më pyeti mu. A mirësh me muzikë, a do të vish në ena të bësh muzikë? Aty ishin domethënë hapat e parë dhe prej aty fillova. Dhe ja arriti qëllimin tënd. Me çfarë muzike ke performuar natën e parë tënde? Po, me muzikë komerciale. Komerciale në atë kohë. Po, në atë kohë. Kishe emocione? Shumë, po, shumë. S'përshkruhet asnjëherë. Për mua ishte në atë periudhë ndoshta momenti më i bukur i jetës time. Edhe pse ishte shumë një gjë shumë e thjeshtë. Sa vjeç ke qenë, e mban mend? Po, e di që kam qenë viti 4 në shkollë të mesme, domethënë afër 18 vjet. Teenager. Dhe shoqëria e klasës që të mbështesin ato fansat e Po parë. dhe ashtu kom fillu se një herë njëra prej fillimeve të mia ka qenë zakonisht shkollë të mesme më herët kemi bërë shumë party kështu privat, ditëlindje. Shembull kishte njëri klasës ditëlindje dhe e festoshim. Edhe gjithmonë kur kishim klasë ditëlindje, isha unë ai që bëja muzikë. Dhe ti ke qenë muzikanti i gjeneratës. Po në matur, bëre ndonjë kështu party apo fare hiç? Jo, në matur S'keni jo. pas bë. Jo. Ne ja keni lënë gjithë muzikën. Faktikisht kemi pas, po ka pas muzik live. E kuptova. Po. Tani, familja Qeliku po nxjerr artistë të suksesshëm, ndoshta sonte ekskluzivisht për ndjekësit e mi, për ato të cilët nuk e din origjinën tuaj, nuk e din familjen tuaj, ju jeni vllau i moderatorës njohur nga Maqedonia, Aida Ziberit. Po. Po nga që Qeliku nga babi dhe Po, shumë pak e njohin me Aida Po, Qeliku. mbiemrin e kemi si jo si, po e kam domethënë prej ardhmë pe ku jemi, fshati quhet Qelik, është pjesë e Gjilanit, Kosovës. Nice. Edhe e kam trashëgimu domethënë mbiemrin nga fshati prej ku edhe rrjedhim ne. A për ndryshe, po Aidën motër e kam edhe kemi një lidhshmëri shumë të ngushtë. Jemi shumë të afërt me Aidën edhe shihemi thujse çdo ditë. Domethënë e kam si person më të afërt. Tani, vllau për motrën shkatron botën apo është vetëm një fjalë? Patjetër, e vërtet është. E vërtet. Po. Çfarë ke mësuar nga rrugtimi i Aidës, çfarë ka mësuar Aida nga rrugtimi jot? Sepse arti u lidhe në mes, Po. që të dyve. Po. Po, është një, s'dia mund të them tash profesion apo jo, po është një hobi që ka shumë ngjashmëri domethënë puna e Aidës që e bën edhe puna ime. Edhe qysh edhe fillimet e para kur i kemi pas edhe Aida edhe unë, kemi fillu bashk. Aida në atë periudhë ka fillu te televizioni Toska. Unë atë periudhë bësha muzikë shumë, domethënë edhe jashtë Shkupit,
Tetov, Gostivar, në Strug. Edhe kemi pas mbështetjen e njëri tjetrit gjatë gjithë kohës. Domethënë unë e kam mbështetur gjithmonë si moderatore në fillimet e karrierës së saj, edhe ajo thuajse çdo herë kur kam qenë prezent në për klube të ndryshme në Maqedoni, ajo ka qenë me mua bashkë. Është mbështetja jote më e madhe, suportuesja, Po. ta quajmë. Po. Pastaj, rrugët e juaja morën kahje tjetër. Juve u ritët, Po. u martuat që të dy, Aida ndërtoi familjen e saj, ju ndërtuat familjen tuaj. Po. Dhe ju në jetë sollët, sa fëmijë keni? 3 vajza kam. 3 vajza. Po. Emrat e tyre do t'i përmendësh? Po, patjetër. Lara, Liza dhe Lea. Gjitha me L. Po, gjitha me L. Çfarë simbolike ka shkronja L në jetën tënde? Jo që ka ndaj simbolik, po rastisht kanë qenë 2 vajzat e para, domethënë emrat e 2 vajzave të para kanë qenë rastisht. E para ka qenë pak një periudhë kur e kam dëgjuar një këngëtare franceze, Lara Fabian. Këngat e saj kam dëgjuar shumë, edhe domethënë ajo ishte një prej arsyeve që ja vendosa emrin, motivin, po Lara. Kurse të dytës ja ka venduar emrin babi im, domethënë rastisht ka qenë shkronja L. Jo e qëllimshme. Kurse të tretës, vajza e dytë Liza ja ka venduar emrin Lea. Domethënë kanë shkuar modrat gjithë me L. Dhe domethënë ka qenë rastisht me shkronja L. Çdo të thotë të jesh baba vajzash. Po mendoj që ajo është lumturia më e madhe në botë, sepse gjithë thonë që vajzat janë shumë të lidhura me babin, edhe është shumë e vërtet. Gjithashtu unë jam shumë i lidhur me vajzat e mia. Edhe nëse edhe vetëm disa ditë nuk është prezenca e tyre afër meje, domethënë mungojnë menjëherë. Varet mungesa e tyre. Tani, nuk e di, besoj që edhe ty të ka rënë vesh. Ky mentaliteti shqiptar është kështu, po nuk patë çun s'ke asgjë. Kështu e kanë këto, domethënë. Ja ne që jemi baballar gocash, e dim shumë bukur si është dashuria e tyre. Ndjesh i thyer në shpirt pse nuk e di? Jo, as pak. Jam i mbushur me vajzat që i kam, edhe nuk e kam kompleks as pak. Do të nuk të ndikon ky fakt. Edhe nuk i kisha ndru 3 vajzat me asgjë hiç asnjëherë. Vajzat janë dashuri. Fundit plus është edhe ajo është caktimi i Zotit, kështu që nuk është që më varet diçka prej neve, po sido që të jetë jam shumë i lumtur me vajzat që i kam, edhe nuk dyshoj në atë bindjen time asnjëherë. Ti kesh me hymër gjatë. Faleminderit shumë gjithashtu edhe ju nëse keni. Kur jemi tek vajzat, cila është në rrugtimin e babit dhe cila në rrugtimin e hallës? Ndoshta pse janë shumë të vogla, ende nuk mund të t'i definoj, mirë po e madhja po. Është në rrugtimin. Vajza e madhe po, është edhe në orë të pianos. Tash veç është viti i tretë që shkon në orë të pianos dhe ka marrë pjesë në disa koncerte të pianos. Edhe besoj që është në rrugën e duhur edhe ka talent jashtëzakonisht shumë të madh për piano. E shoh shembull mësuesja e saj, 2 mësuese që i ka, të cilat i përshëndes shumë. Janë kujdes shumë për vajzën time, për domethënë pjesën deri këtu ku kam rri. E shoh që i ka muzika që ja japin domethënë mësuesit që i kap më një herë. I duhet vetëm 2 orë, 3 orë të shkon dhe më njëherë mëson muzikën. Kështu që shpresoj që do të arrijë një sukses të madh në të ardhmen. Kurse vajza e dytë më shumë shkon në hapat e Aidës. Moderatore. Po, patjetër. 1-2 pak kur dalim në qytet me njerëz thot ma bën një foto. Ne jemi vetëm te fotot, e ka te flokët si i ka, syt si i ka. Do të thënë ai vogla është shumë e vogla i ka 1 vjet. E vogla do të jetë mes babit dhe nuk e di. Tani, a ke hasur në paragjykime në këtë profesionin që ke pas? A ke përjetuar kështu se komente të shëmtuara nëse ke hedhë në i këngë, në i gjë, apo nuk ke qenë pjesë e këtyre rrugtimeve? Jo, deri tash. Apo s'kan pas trimëri me ta thonë? Nuk më ka ndodhur deri tash asnjëherë. Nuk në si has fare në paragjykime? Jo, asnjëherë. Bukur shumë, po ka pas një moment që në ndonjë nga mbrëmjet e tua të kartë ka acaruar dikush te veshi, Po, patjetër. Duke të kërku këngë. Po, ajo ndodh shumë shpesh jo ndonjëherë. Si ka qenë ky moment? Edhe fatkeqësisht ndodh me gjinin femërore. Okej. Po. Unë kam repertoarin tim, edhe zakonisht i tregoj prej në fillim.
të mbrëmjes që eventualisht 2-3 kënga, 4 kënga mund t'i fus në program, në repertoarin tim, mirë po unë e kam repertoarin tim. Unë nuk mund të ndalë jashtë saj, se nëse shembull një person një dasmor më jep shumë muzika të ndryshme në repertoar që t'i fus, bëhet domethënë një kontrast i stileve, edhe fatkeqësisht mund qëllon ndonjë person aty që merr vesh muzikë shumë, edhe fajin në fund e ha unë. Nuk e din që ato muzika mi ka servu tjetër kush. Po, patjetër. Po, a ka raste shumë po. Dhe si është reagimi jot? Vazhdo ta di kur acarohet DJ Dati si vepron. Unë përgjithësi jam i qetë shumë nga natyra. Po nga Nuk këtë tjetër reagoj- kesh frikë. Apo nuk është ashtu? Jo, nuk reagoj kështu në mënyrë agresive asnjëherë, Okej. po mundohem domethënë që ta zbus në mënyrë sa ma qetë, domethënë ta kuptoj dasmori ose dasmorja që nëse do t'i fus ato këngë domethënë në repertoarin tim, do t'jetë domethënë në dëm të vet dasmorit, pasi që do të përzihet shumë zhanre, atmosfera. Do bëhet lëmsh. Po, se kur janë 2-3 kënga, 4 kënga, nuk mirët veç se mbrëmja është e gjatë, shembull 4 orë, 5 orë, 6 orë. Mirë, po kur fut shumë, kur bën aty kontrast stileve të ndryshme, hetohet shumë. Unë e di që ju pa marrë parasysh që bëni këtë muzikën komerciale, sepse kështu e do tregu dhe kështu e do puna, me patjetër që duhet jeni në hap të çdo këngës të bukur që publikohet, pasi që ju keni rolin e DJ-it, por në zemrën tuaj, kështu ndonjëherë gjatë natës, ju dëgjoni muzikën e pastër shqipe, Po, muzikën qytetare. po, e vërtet është. Si ka rjedhur kjo gjëja kështu? Po, e ceka edhe më herët, unë qysh prej në shkollë fillore, si instrument e kom pëlqyer shumë gitaren, edhe qysh prej atëherë, domethënë si i vogël, kom dëgjuar shumë muzika të vjetra shqipe. Domethënë, pavarësisht të janë popullore apo zbavitse, muzikë të pastër shqipe kom dëgjuar gjithmonë, që nga fëmiria dhe vazhdoj ende t'i dëgjoj. Ndoshta 5 orë, 6 orë bëj muzikë ndarësëm, mirë po momentin që hypim vetur për me shku në shtëpi, domethënë komplet tjetër stil muzikës dëgjoj. Cila është kënga jote më e preferuar nga këto Shqip apo të Shqip. huaja? Shqip, këngët e vjetra, muzikë qytetare? Një prej tyre është kënga e Qomiles. Po pastaj ka shumë kënga që për momentin s'ditelen të vët parën. Këngën e Qomiles, që Po. vjen nga Parashevia. Parashevi Simaku. Okej, përshëndesim Parashevin. Çfarë do më kishe thënë për Parashevin, se hyrëm në këtë temë? Po, Parashevia ka qenë shumë e komentuar këtë kohën e fundit për jetën e saj, për vështirësinë që ajo kaloi në jetë, Po. por u rikthye në jetë, u rikthye e bukur dhe ka bërë një videoklip shumë të bukur, Dashuria, që erdhi në një formë. veprën artistike që ka lënë Parashevi Simaku, ajo është domethënë diçka legjendare për mua, sepse muzika që ka pas ajo nuk besoj që ndonjëherë do të përsëritet në ato muzika, domethënë me komplet kuptimin e fjalës muzike pastërt shqipe, me orkestër, me zërin e saj që ka pas shumë të bukur, se sa e di unë ka shumë vite që është distancu shumë nga muzika. 20 vite, Po. 20 Po vite. kohën kur ka qenë aktive, domethënë për mua ka qenë një prej këngëtarëve më të mira shqiptare. Në atë kohë kur edhe studiot kanë funksionuar me incizime live. Po, me ingjizime live, e jo si për tani. Sot është krejtësisht ndryshe. Po, komplet ndryshe është. E përshëndes, Parashevia ka lënë Përshëndes art të gjithashtu. bukur dhe urojmë që të rimerë veten dhe të rikthehet edhe më fuqishëm se kaq. DJ Dati. Tani unë i pyes të këngëtarët, për shembull, sa bakshish keni marrë ju në përdasma? Po ky DJ Dati sa ka shkuar me bakshish kështu? Apo Ej, kjo pyetje është problem. Përgjigjja del error. error për të Error del. Nëse për shembull ka patur ndonjë shumë që ka pas, ë? Po. Mirë jemi. Po, ka pas. Shumë mirë. E Zvan shqyr me zotit. çaj. Po, shqyr zotit po. Po çfarë mendim ke për këto, ai si ti merresh me dasma tani, të hymi çik. Çfarë mendim ke për këto këngëtarët? E ke parë se e kanë bërë çmimet 9.000, 8.000, 10.000, 7.000, 6.000. Po. Ç'a bëhet kështu me këto? Oh, Është keq përdorim, Mendoj që unë mendoj që është egzageruese. egzageruese. Po. Edhe pse më vjen që duhet flas, sepse i kam koleg edhe
me shumicën e këngëtarëve të estradës, mund të them që edhe shoki kam, shumë prej tyre, mirë po për standardin ton që i kemi këtu, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, definitivisht 10.000 euro është egzageruese. Një shumë e tepërt është. Mos flasim kur ka dasma që ndodh shembull i thrasin 2 ose 3 këngëtar. Që shkon Mund të kalon 20.000. 25.000 euro shembull. Edhe Tani është diçka fajtori i e tepërt. këngëtarit këtu apo fajtori i dasmorit? Faji i dasmorit. Kush është faji në këtë mes? Këtu ke kap ngusht këtu. Kush? Besoj që të dytë. Të dy. Ka raste kur dasmori, ka raste kur edhe vetë këngëtari. Rastet e këngëtarit janë shembull është egzageruese kur e shef se ke kërkesë të madhe, edhe s'do të thotë që ke kërkesë të madhe, edhe domethënë të arrish çmimin me një nivel standardi shembull në Zvicër apo në Amerikë ku i di unë, se standardi të ne është më ndryshe. Ekonomia që zhvillohet të ne është më ndryshe, normal që është më e dobër. Mirë po, ka raste edhe kur vetë dasmorët i kanë fajet, se shembull Cilin do ma përshkruaje si suksesin tënd më të madh në jetë? Kam disa plane, disa pretendime për të ardhmen dhe mendoj që ende nuk ka ardha ai moment. Nuk ka ardha akoma. Mendoj që për një periudhë shumë të shkurt duhet vjen. Do Të pres, po. A ke momente të vështira që ke kaluar në jetën tënde? Po, më fal. Moment të vështirë, ke që ke kaluar në jetë? Moment të vështirë, po shqyr prej Zotit deri tash jo. Do të thënë je i bekuar nga Zoti. Ndjen veten të bekuar? Po, shumë. Jam falënderues për gjitha që i kam nga Zoti. Tani, a mundesh të jetosh vetëm me këtë punën e DJ-it? Apo ke edhe punë paralele? Po, paralelisht punoj edhe në punë të shtetit. Mirë po nuk do të thotë që nuk isha mujt me jetu, domethënë edhe vetëm me pjesën e muzikës si DJ, pasi që të ardhurat janë relativisht të mira nga muzika. Mirë po punoj edhe në punë të shtetit, jam të agjencioni për punësim, ka 4 vite që jam aty në punë dhe vazhdoj punoj. Perfekt. Tani, sa dasma ka përgjegjë gjithë sezonës? Si numër, apo sa ka shkuar numri më shumë? Them drejtën, shumë herë më pyesin edhe shokë dhe familjarë sa dasma ke pas këtë vit ose vitin e kaluar, asnjëherë nuk e kam pa. Vetëm e di se pjesa pjesa e sezonës, domethënë, gjatë gjithë vitit është korri gusht. E di se korri gusht zakonisht kam dikun 50 deri në 55 dasma. 55 dasma. 45 deri 55 në varësisht prej vitit, mesatarisht 50. Domethënë korri gusht është super full. Po, full, po. Të lumt, domethënë bë ke lek. Mos qami. Besoj që aveni syrin në gishtin e DJ Datit ka një unas. Dhe sot DJ Dati na ka ardhur me bekim na ka ardhur në emision sepse këtë unazën, historiku i kësaj unazës është 15 vite vujtje. Dhimbje, lot. Është ashtu. Se ku shkoi. Këtu më ke kap shumë ngusht, se prita këtë. Dhe pas 15 Më shkoj syni bashkë këtu. Pas 15 vitesh, DJ Dati e ka gjetur sot si për të keq apo për të mirë këtë unaz. Do ta sill një foto e kam. Okej. Me këtë unazën sigurisht ka 15 vite të mira, sigurisht i ka. Pas 15 viteve rastisht e pash në shtëpi, para se marr këtu. Edhe ashtu spontanisht e vendova. E ke kërkuar më herët para 15 fare. Jo. Nuk është se ke vujt për këtë unazën. As pak. Ka ndonjë histori apo është thjesht natyra e këtij? Jo, është në atë periudhë kur e kam, domethënë kur e kam vëdu këtë unaz, kur e kam bler para shumë viteve, e kam pas pak edhe stilin më ndryshe. Si ka qenë stili jo në atë kohë? Ka qenë pak më rock. Më rock? Po, me flokët, në atë kohë kisha edhe vath në vesh, edhe rrobat që i kom vesh kanë qenë të stilit pak më rock, më ndryshe. Çfarë ndryshoi DJ Datin? Po, ndryshoi pak mosha, pak hyra në punë para shumë viteve, disa vite janë bërë deri tash. Hyna në punë në arsim, edhe sigurisht që duhesh të jem pak më serioz, dukem pak edhe në garderobë në veshje pak më serioz, edhe spontanisht që nga aty fillova pak me ndryshu edhe stilin, po kam pas një farë, si them, një përplasje të stilit, pasi që
stili im natyral ishte gjithmonë pak ma rock. Po. Mirë po, duheshte që të vishem për në punë gjithmonë ma serioz, edhe pa ta mbet as në tan, as keton. E kam gjyshin një bat, ai thot gjithmonë ke mbet në gardh. Në gardh do me thonë as kënej, as anej. Fix, ka të drejtë gjyshi në këtë drejtim sinqerisht. Tani, ne e cekëm që parë martesën, po unë e di që zonjat e mia janë shumë kurreshtare të dinë për shembull, a ka ndodhur një moment xhelozie në martesën tuaj nga ana e gruas se mo DJ buri me gjitha të koca më? Në fakt duhet ta pyes ato, po Nëse them që nuk ka ndodhur asnjëherë, mendojnë shikuesit që po gënjej, po e vërteta është që realisht nuk ka ndodhur asnjëherë xhelozi mes neve në martesë. Ndoshta ndonjëherë edhe pse nuk më kujtohet, ka pas në disa raste minimale tash xhelozie, mirë po kanë qenë në raste të cilat i kemi të kalu aty për aty, brenda disa minutave. po jo ekstrem. Mirë po, që të kalojnë në ekstremitet asnjëherë. Që prej Zotit deri tash asnjëherë. Digitati çfarë mban një martesën të lumtur? Mendoj që korrektësia, nëse je drejt për drejt me partnerin tënd, ja tregon hallet të gjitha që i ke, edhe sigurisht që para se të martohesh ti e njeh atë person pi më herët. Duhet të kalosh 2 vite, 3 vite, 4 vite, 5 vite ku e di unë, edhe kur e shef që me të vërtet është personi i duhur, sigurisht që pastaj merr edhe hapin e fundit. Do ma tregosh si jeni njohur ju të dy? Po, Ka ndonjë historik në këtë mes? po. Po, ka qenë rastisht kur e kom pa, në atë periudhë kom qenë në fakultet isha, nuk më kujtohet sakt sa vite kom pas, edhe si ndërmjetësues kom pas një shoqe, të cilën e të përshëndes. Ndërmjetësuese. Edhe në atë periudhë kur i kërkova propozim për bashkëshortën që e kam tani, ajo nuk pajtoheshte në asnjë mënyrë. Arsyeja? Thoshte, jo të njoft ty, se ke shumë mirë e di kush je ti. Qarë parje. E di kush je ti, nuk ka shans. Sigur të kishe thënë për ndaj tjetër, okay, më për këtë jo, asnjëherë. Edhe ajo mu më bëri që t'je mune edhe ma kam guls. Me thënë ti kokfor shqiptar, Po. vlla. Old, Edhe Jaraqinës, edhe arrite që edhe arrita që t'ja mbushësh mendjen. që t'ja mbushim mendjen. Po e keni biseduar ndonjëherë këtë pjesën bashkë të dy që e mban mend çam ke thënë? Jo, konkretisht nuk e kemi diskutuar këtë çështje. E the që pare dhe Jaraqina, se shikoni sa çunat mirë ka Raqina ja ku e keni shembullin. Më vjen keq ndonjëherë krijohen gjëra shumë të gabuara për disa vende, edhe pse ta them sinqerisht, unë në Araqin kam njohur njerëz shumë të mirë, qoftë edhe zërin më të keq unë kam njohur në mënyrën më të mirë. Për këtë gjë ju përgëzoj me gjithë zemër për këtë gjë që keni. Nuk e bëj për sy, po vërtet jeni tepër shumë të mirë. Çfarë ka në risi nga DJ Dati? Do kemi një videoklip për shembull me një këngën tënde, me një stilin tënd? Them të drejtën, Tiranë kam plan, edhe nuk është domethënë një plan që nga tani, po ka një periudhë të gjatë të cilën e mendoj, edhe shpresoj që shumë shpejt do ta realizoj, pasi që jam bisedime me disa kompozitorë, kështu që shpresoj që do ta realizoj shumë shpejt. Kemi nevojë, kemi realisht. Mi thuaj 3 DJ-t botror që ta shpifin më shumë. Që ta shpifin. Që ti nuk e pëlqen muzikën e tyre fare, ai mund të jetë i klikuar, po ti se do. Të cilët i pëlqej mund t'i tregoj, mirë po Të tjerët ja. ma shpifin nuk më kujtohet tani. E kë pëlqen, hajt. Numër 1 gjithmonë e kam pas DJ Tiesto, edhe DJ pse është se unë jam edhe shumë fan i flakt të Juventusit. Oh, i përshëndesim gjithë ato fansat e Juventusit. Edhe pse është interist Tiesto, Nice. po prapë për mua është DJ numër 1 në botë, edhe është më duket i vetmi që ka pas kontinuitet jashtëzakonisht shumë të gjatë, karrierë shumë të gjatë, se ka DJ që kanë ulje dhe ngritje, që më mund të jetë 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, një prej DJ-ve më të mirë në botë, edhe pastaj ka ulje dhe mund zhduket. Mirë po, Tiesto ka, unë sa e di, ma shumë se 20 vjet që është në skenë, edhe sot as ai ditë është on top.
Po më pëlqen edhe Armin van Buuren shumë. Paul van Dyk, Janë këto të tre. po, po. Ma shpjego një natën tënde, ti je artist. Artistët zakonisht kanë shumë botë frymëzuese, kanë shumë imagjinat, kanë shumë pasion. Si lindën ideja jote, për shembull për të krijuar një mix, se këngët e juaja janë mix. Po, Po ti shohim, lidhet mixi me mixin, po, bëhet një lëmsh i bukur aty që krijon një atmosferë të zjarrt. po. Po zakonisht mikset, do të thënë, i miksoj aty për aty. Në mbrëmje. Po, gjithçka lind spontanisht. Nuk është diçka e menduar nga më herët. Jo, jo, jo. Aha. Shife shumë tëm të drejtën edhe unë dhe shumica e DJ-ve, reportarët që i kanë, ka shumë këngë që edhe sonte edhe nesër edhe mas nesër shembull e din cila këngë vjen kjo, pastaj cila vjen pas kësaj. Mirë, po nuk do të thotë që gjithmonë do të jenë tradhitura njësoj. Do të thonë më mundohem që të bëj ndryshime edhe në repertoar, minimalisht diçka që nëse një dasmor ose pavarësisht ndarësëm apo me ndonjë lokal, ka qenë prezentun natën ma herët ose 2 natë ma herët, mos t'i bie në vesh, do me thonë, ajo muzika dhe me thonë tash e di se cila muzikë do të fillon, për atë arsye mundohem që të bëj edhe disa risi edhe disa ndryshime të cilët do me thonë i miksoj aty për aty, gjithçka lind spontanisht, improvizoj. Bukur fort. Po nga këto DJ-et shqiptarë që janë të njohur, me kë do kishe dashur që të kesh një përballje, le ta themi, në një mbrëmje? Mbrëmje për momentin s'di, ka shumë DJ dhe s'di cilin ta veçoj. Nuk do veçoj një shqiptar të njohur. S'di cilin ta veçoj. Do më thuash një momentin që vërtet ka pëlqyer apo një mbrëmje që ty të ka lënë me fiksime nga të gjitha mbrëmjet që i ke patur këtë vit, ke qenë shumë i ftuar nëpër lokale, ke qenë dhe te aktori, që unë kam qenë një natë dhe më ke pëlqyer pafund dhe jam befasu dhe aty pash se harrova. Aty pash një sekret që ti dhe këndoje. Po. Edhe kjo ka lind në mënyrë spontane, këndimi. Zakonisht ka shumë DJ botëror që ndonjëherë me ndonjë këngë që e pëlqen shumë refrenin 2-3 fjalë shembull i këndon. Po. Ashtu kam filluar unë. Një pjesë e refrenit më ka pëlqyer dhe kam këndu. Pastaj kur ka pjesën e dytë refreni i njëjtë, kam provuar ta këndoj komplet. Një këngë, 2 këngë, 3 këngë, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Edhe mësova. Pastaj ka pas ndonjë moment kur aq shumë ka pëlqyer ndonjë këngë, jam munduar me mikrofon ta këndoj gjithë këngën. Edhe ashtu në atë mënyrë edhe kom pa që publiku e kap shumë ma mirë nëse dëgjohet edhe zani jo, do me thonë natyral. Si është, jep muzikës një dinamik më të madhe. Edhe vërej se momente që nuk e këndoj një këngë me një darsëm, me njëherë ka një zbritje të atmosferës. Po momentin që e kap mikrofonin këndon edhe gjatë gjithë kohës si aktiv mikrofon, krijohet me njëherë atmosfera më e madhe. Dhe ja arrin qëllimit. Po. Po mirë kështu sikur personazh me famë që je ndikon fama te këtij? Po të them drejtën, realisht nuk jam ndaj personazh që kam komedi se çfarë fame, po ka momente kur je edhe në siklet, e shoh, për nga natyra jam person që shembull kur jam jashtë, du t'jem ma i qetë, nëse ulem shembull me një kafeteri, du t'jem i qetë, du t'ulem, ka momente kur jam vetëm vetë, edhe du të ri vetëm vetë. Mirë po, ka momente, do më thonë këtë rast, ndërlidhem të ajo pyetja që ma bone, kur ka shumë njerëz që kom qenë shumë prezent në për ahenget e tyre të ndryshme familjare, apo në për klubet të ndryshme ku i diun, edhe duhet të rish i shtrëngun gjatë gjithë kohës se është ai aty, është ky vjen, ky me të fol vjen, asnjëherë do më thonë nuk je rahat. Edhe detyrohesh të shkosh dikun pak më larg kur për me gjetë atë qetësinë që e dëshiron. Të pëlqen të eksponohesh? Jo, as pak. Nuk të pëlqen Jo, fare? as pak, po. Njohin edhe të puna për nga natyra se du ta kem atë rrethin tim më të ngushtë, edhe nuk du të eksponohem shumë edhe t'ju bi njerëzve në sy shumë. Nice, shumë bukur. DJ Dati, qenë ke shumë modest si njeri. Qenë ke shumë modest. Do të thënë koklartësinë nuk e shoh fare tek ti. Faleminderit. I uren këto njerëz që janë koklar që kanë pëlqim në veten e tyre? Po, shumë, ju urrej. Çfarë mendim ke për këto njerëz? Për mua një person pavarësisht se çfarë historiku ka, çfarë karriere ka, pa nuk ka as pak karrierë,
është i barabartë me një person tjetër që, do të thonë, shumë i thjeshtë që është. Pavarësisht ai këngëtar, artist apo çka je, me një person tjetër që është i thjeshtë, ndoshta që gjatë gjithë jetës ka punuar vetëm për një rrok të thjeshtë, për mua ato dy personalitete janë të barabarta. Kështu që du të jem sa më shumë modest para njerëzve. E bukur kjo. Faleminderit. Cili do të ishte mesazhi jot për të gjithë ndjekësit e mi? Mesazhi im e cika dhe në fillim s'pari herë të përgëzoj për këtë emision, Faleminderit. shumë qelluar. Faleminderit shumë. Mesazhi është që duhet ta shikoj njerëzit këtë emision, pasi që është një emision i cili përmban brenda vetës sfera të ndryshme, është emision edukativ, kulturor, po Gjithçka. po, all in. Faleminderit. Të gjitha i kemi në një vend, kështu Po, që e vërtet. më pëlqen që është emision për të gjitha moshat. Prej nga pjesa, domethënë, rinore, adoleshente deri në moshat më të vjetra. Faleminderit shumë. Rofsh. Dhe një pyetje për fund do ta bëj. Tani, kush ka më shumë kërkesa, Vjera për të gëzuar Nusën Dasëm apo Nusja për të gëzuar Vjerën? Oh, them drejtën më shumë Vjera. Raporti më i lotshëm. Më shumë Vjera. Vjera, Vjera do që Nusja po, që Nusja t'jetë e kënaqur deri në pikën e fundit. si është komenti në fund të dasmës? Ma thuaj. Komente, po, ajo është pjesa më e bukur e gjithë dasmës. Ndoshta je lodh 5 orë, 6 orë, ke dhënë maksimumin, edhe çdo moment e pret momentin që ta përfundosh edhe t'ulesh s'paku 10 minuta, 15 minuta të pushojsh. Mirë, po momentin kur vjen dasmorit, falenderohet edhe t'jep komente të ndryshme pozitive, komplimenton, më thënë ajo është pjesa më e bukur e dasmës, edhe të motivon që të vazhdosh edhe më fort. E pas ke shumë në zemër të pjesën e DJ-it, Po, edhe shikoj që e ndjen shumë artistikisht, unë të uroj të gjitha të mirat në këtë rrugtim. Faleminderit Pikë së shumë. pari njërë të uroj shëndet, se është kryesorja. Po, patjetër. Pastaj fuqinë, pozitivitetin për të vazhduar gjithmonë i guximshëm për të arritur qëllimin tënd. Për fund, është e vështirë të bëhet ky profesion në Maqedoni? Fatkeqësisht po. Po. Po, Në fatkeqësisht po. të shkornizet Me thua kështu? keqardhje e them, pasi që shqiptarëve të Maqedonisë i mungojnë shumë mbrëmjet e ndryshme gazmore, pavarësisht a restorante apo kafeteri të ndryshme, ndjehet mungesë shumë e madhe në këtë pjesë. Fatkeqësisht. Unë uroj që kjo të ndryshon, Po. edhe të vim me muzikën tuaj. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin A më dëgjon në këtë Faleminderit shumë edicion. edhe një herë ty Tiranë për këtë Lutem. emision të bukur dhe shpresoj që do të rishihemi përsëri. Me patjetër, si jo, falenderit shumë. Faleminderit. E pra të dashur shikues, ishte ky DJ Dati, sonte në këtë edicion e do takohemi sërish së bashku. Le ta mbyllim edhe me një thënie që dëgjoni sa më shumë muzikë, sepse është e vetmja armë që mund të na bën të jemi më të afër dhe më të dashur me njëri tjetrin. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin tonë të YouTube, gjithashtu dhe follow në për të gjitha faqet ku ju shikoni emisionin A më dëgjon.